Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër në shpjegimin e librit As-Sairu ila Allah wa ad-Dar al-Akhirah, udhëtimi drejt Allahut edhe botës tjetër, të Sheikh Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah. Pra jemi vëllezër duke shpjeguar tash disa derse këtë libër vërtet dobishëm, ku Sheikhu rahimahullah, siç kemi thënë, i përmend nivelet, pozitat në për cilat duhet kalojnë ata që e kanë si synim Allahun edhe xhenetin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Pozita radhës që ka sjellë të Sheikhu rahimahullah është at-tawakkul, pra mbështetja në Allahun subhanahu wa ta'ala, kjo vepër, kjo adhurim madhështor që gjendet në zemrën e besimtarit, në zemrën e muslimanit. Dhe Sheikhu rahimahullah sot sahibu tawakkula fi jami'i umurihim, dhe ata janë njerëz që i shoqëron mbështetja në Allahun subhanahu wa ta'ala në çdo çështje të tyre, ma'a badli juhdin fi ridha ar-rahmani, edhe krahas kësaj, pra edhe pse i mbështeten Allahut në të gjitha çështjet e tyre, e japin mundin, pra i marrin shkaqet, dhe ato shkaqe janë tilla që e kënaqin Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është pozita e tawakkul, mbështetjes në Allahun subhanahu wa ta'ala, që është një pozitë madhështore në për cilën patjetër duhet kaloj njeriu i cili e ka si synim xhenetin edhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për tawakkuli vëllezër është gjysma e fesë. Ne kemi marrë në derset e kaluara se nëse dojmë nda fen, kemi thënë gjysma është sabër, gjysma është falënderim ndaj Allahut. Po ashtu për një aspekti tjetër, nëse shikojmë, gjysma e fesë është tawakkul, mbështetje në Allahun subhanahu wa ta'ala. E gjysma tjetër është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Si thot Allahu në Kur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty Allah të adhurojmë, pra me të gjitha adhurimet tona, wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojnë. E çka është isti'ana vëllazër? Pra kërkimi i ndihmës pikërisht është mbështetja në Allahun subhanahu wa ta'ala. E tawakkuli vëllazër është prej obligimeve që i ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë fe. Pra besimtari, robi Allahu subhanahu wa ta'ala e ka për detyrë që mu mbështet vetëm në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në askën tjetër. Argumentet për këta vëllezër janë shumë ta, se që i thamë kjo është gjysma e fesë. Shumë kemi argumentin nga Kur'ani, shumë ajete Allahu thot, wa tawakkal ala Allah, wa kafa billahi wakila, dhe mbështet ju Allahut, sepse Allahut mjafton si mbrojtës. Po ashtu fjalë Allahut, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu, dhe mbështet ju atij djallit, pra Allahut subhanahu wa ta'ala i cili nuk vdes kurrë. Po ashtu fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, dhe vetëm Allahut le të mbështeten ata që mbështeten. Po ashtu thot Allahu, Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu, pos cilit nuk ka të adhuruar tjetër të vërtet, dhe vetëm në Allahun le të mbështeten besimtarët. Po ashtu fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dhe vetëm Allahut mbështetuni, dhe vetëm Allahut mbështetuni nëse jeni besimtar. Shkon vetëm nëse jeni besimtar. Po e vërejë këtë ajet se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë tawakkulin, mbështetjen ta kusht për saktësinë e imanit. Pra njeri vëllezër i cili nuk ka tawakkul në Allahun subhanahu wa ta'ala nuk ka iman. Në ajeti tjetër vëllezër ku Allahu thot, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Dhe Musa i tha popullit vet, o populli im, nëse i keni besu Allahut, atëherë vetëm atij mbështetuni, nëse jeni musliman. Këtë ajet vëllezër po e vrem se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë që saktësia e islamit njeriut është në saktësinë e tawakkulit që e ka në Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ashtu saktësia e imanit, thëmë vëllezër vlen, në bazë se sa ki të sakt tawakkulin në Allahun subhanahu wa ta'ala, mbështetjen në Allahun subhanahu wa ta'ala.
Dhe thot wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dhe vetëm Allahut le të mbështeten besimtarët. Ajete shumëta që kanë ardhur këtë formë vëllazër në sure ndryshme të Kuranit, librin e Allahut subhanahu wa taala. Ose këto ajete po e vrejmë se është përdor imani, është përdor islami, për më na bë me dije vëllazër se kur ti ki iman, kur ti ki islam, pretendon se je mu'min edhe muslim, besimtar edhe musliman, patjetër kjo duhet me bazë që ti më mbështet Allahu subhanahu wa taala. Edhe tjetra, siç e përmendi Ibn Kaimi rahimahullah, këto ajete vëllazër na bajnë me dije se përderisa Allahu e ka ndërlidh mbështetjen tonë me iman edhe me islam, na bajnë me dije thotë se fuqia e mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala edhe dobësia e njeriut në mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala është varësisht se sa e ka imanin e fortë apo imanin e dobët. Që do të thotë se sa më shumë që forcohet imani i njeriut, po aq ka më të forcuar çka mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Sa më shumë që dobësohet imani, po aq ka më të dobësuar mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Do thotë, shikoje veten, nëse mbështetjen tane e ki dobët në Allahun subhanahu wa taala, atëherë shumë e thjeshtë. Do thotë imanin ton në Allahun subhanahu wa taala patjetër që kemë pas vëllazë çka dobët. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka bërë bashkë mes tawakkulit, mbështetjes tonë edhe adhurimit në Allahut subhanahu wa taala. Fa'budhu wa tawakkal alayhi, thot Allah. Shkon vëllazër, fa'budhu, vetëm Allahun adhuroje, wa tawakkal alayhi, dhe vetëm atij mbështetju. Edhe pse thamë dhe shkone tawakkulin vetvete, mbështetja në Allahun është adhurim. Dikush mund të më thonë, a është kjo përsëritje e fjalëve? Jo. Se Allah po thotë adhuroje Allahun dhe mbështetju atij. Sikur më thonë adhuroje Allahun dhe adhuroje Allahun me mbështetjen to. Shkon vëllazër, e ka veçuar Allahu tawakkulin mbështetjen to për shkak të rëndësisë që e ka. Por arsye se nëse Allahu s'ndihmon vëllazër, nëse ti nuk i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala, Allahu nuk jep sukses dhe nuk ndihmon, nuk mundesh me kry adhurimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Do të gjitha adhurimet që ndrojnë mbi tawakkulin, mbështetjen Allahu subhanahu wa taala. Ashtu siç e dëgjoj vëllazër këto ajete madhështore, Allahu ka bërë bashkë mes mbështetjes në ta edhe imanit, mes mbështetjes në Allahun edhe islamit, mes mbështetjes Allahut edhe takvallahut, mes mbështetjes Allahut edhe udhëzimit në rrugën e drejtë. Andaj thotë Ibn Kaimi rahimahullah, thot nga kjo thot na bëhet e qartë nga kjo thot na bëhet e qartë thot Ibn Kaimi rahimahullah se tawakkuli, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala është origjina e të gjitha pozitave të islamit, imanit edhe ihsanit. Thot wa anna manzilatahu minha manzilat al-jasad min ar-ras. Edhe se pozita e mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala, ka shi fest Allahu subhanahu wa taala, është sikur pozita e kokës ndaj trupit. Andaj thot nuk mundet thot koka me qëndru çka pa trup, e as trupi çka pa kokë. Andaj thot pashtu thot imani i njeriut, pozitat e imanit, veprat e jashtme prat islamit nuk munden me qëndru tek njeriu nëse ai nuk e ka ashtu siç duhet mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Por shto edhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hasim hadithet shumëta në cilat përmendet vëllazër mbështetja e mirëfill, do t'i marrim disa prej tyre. Për hadithet më madhështor është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se 70.000 njerëz nga ummeti i tij kanë me hinë xhenet pa dhënë llogari edhe pa u dënu. I ka përmend cilësitë e tyre, në fund ka thënë wa ala rabbihim yatawakkalun. Emrusi i përbashkët gjitha atyre cilësive, cilët kanë bërë që ata me hinë xhenet pa dhënë llogari hiç para Allah, direkt me hinë xhenet, thotë wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe vetëm në Zotin e tyre janë që mbështeten. Ose tawakkuli pra e paska këtë pozitë madhështore në fenë tonë, nga që është prej adhurimeve madhështore të zemrës që gjenden pranë zemrën e muslimanit. Edhe kjo vëllezër buron nga atë se dija jote, bindja jote se Allahu subhanahu wa taala ka dije të plot, dije absolute, fuqi absolute, mëshirë absolute. Pra ti mbështetesh Allahu subhanahu wa taala se e din se Allahu i ka gjitha këto. Pastaj mbështetesh Allahu subhanahu wa taala sepse e din se mrapa fuqisë të Allahut nuk ka asnjë fuqi tjetër. Mrapa dijes të Allahu subhanahu wa taala nuk ka asnjë dije tjetër.
mrapa mëshirës të Allahu subhanahu wa taala nuk ka ndonjë mëshirë tjetër. Andaj i mbështetesh për këtë, pra i mbështetesh me zemrën tënde Allahu subhanahu wa taala. Kur e kikit bindje në Allahun, patjetër kemi mbështet Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk jemi mbështet krijesave të Allahu subhanahu wa taala. E tash nëse nuk e gjen, siç thotë Ibn Qayyim rahimullah, nëse nuk e gjen këta në zemrën tënde, këta që e cekëm, thot atëherë defekti kthehet tek dy shkaqe. Thot imma da'fu al-yaqini bi hadhihi al-khisal, ose bindja jote në këto cilësi të Allahu subhanahu wa taala është e dobët. Thot wa imma da'fu al-qalbi bi istila'i al-jubn 'ali, ose zemrën e ki dobët, nga se ta ka rubru çka frika, jo trimëria. Andaj vëllezër, tevekuli, siç kanë thënë brezat e parë të Islamit, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala është rezultat i mendimit mirë që e ki në Allahun subhanahu wa taala. Se ti alen çështje në dorë Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se e din se ai ti rregullon ashtu siç është mas mirti. Sa ai ka dije absolute, ka fuqi absolute, ka mëshirë absolute. Andaj kanë thënë dhe pra sa në varësi se sa e ki mendimin e mirë në Allahun subhanahu wa taala, shpresën në Allahun subhanahu wa taala, po aq kemi mbështet Allahu subhanahu wa taala. Shtaudhër kanë thënë dietar tevekuli, mundemi tevekulin me përkthy ndryshe me thënë është mendim i mirë në Allahun subhanahu wa taala. Pra mbështetja në Allahun, kur ti mbështetesh Allahut, do të thonë se ti po ki mendim të mirë në Allahun subhanahu wa taala. Për gjitha këto vëllezër që ai cekëm na bëjnë me dije se është obligim mi mbështet Allahu subhanahu wa taala, dhe se është rezultat, pra mbështetja në Allahun është rezultat i domosdoshëm që s'mundet më shkput nga imani i njerit, po shkon bashkë me imanin e njerit. Edhe pse mbështetja në Allahun subhanahu wa taala është për adhurime vëllezër më madhështore, që i do Allahu subhanahu wa taala, është i kënaqur me to. Siç tham se gjitha adhurimet që i kryen njeriu, edhe punët e jetës së bote, ndërtohen edhe qëndrojnë mbi tevekulin, mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Në realiteti vëllezër i tevekulit çka është? Kur ti e shfaq atë paaftësinë tënde, varfërinë tënde, dobësinë tënde para Allahut subhanahu wa taala, edhe i mbështetesh me zemrën tënde vetëm atij. Pasi siç tham vëllezër, kjo buron nga dija jote që e ki për Allahun subhanahu wa taala. Buron kur ti e din se gjitha çështjet janë në dorë të Allahut subhanahu wa taala, edhe gjitha krijesat janë në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe është ai që është mbikëqyrës mbi to. Pra ti e shfaq varfërinë tënde, pa aftësinë tënde para Allahut subhanahu wa taala, edhe ja lën çështjet e tua në dorë Allahut subhanahu wa taala. Edhe je i bindur se si krijesë je shumë e dobët. Andaj i mbështetesh atij për Allahu subhanahu wa taala, i cili ka dije absolute, i cili ka fuqi absolute, i cili ka mëshirë absolute, edhe e din se ai kujdeset për ty, edhe është më i mëshirshëm për ty se sa që ti je më i mëshirshëm ndaj vetes tënde dhe që kujdesesh ndaj vetes tënde. Pse ja lën dorë punë të Allahu subhanahu wa taala? Sepse e din se Allahu më mirë kujdeset për punët tua se sa që ti kujdesesh për punët e tua. E din se Allahu subhanahu wa taala me menaxhimin edhe rregullimin e punëve që ti bën, ta gjen ata gjithmonë që është më e mira, më e dobishmja për ty. Këtë arsye edhe pra ti i mbështetesh se rezultati i kësaj i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Po dhe kjo është për tevekuli, kjo pozitë madhështore, cilën e kanë besimtarët në Allahun subhanahu wa taala. Pra kur zemra jote i mbështetet Allahu subhanahu wa taala, edhe çështjet i lënë në dorë të Allahut, mirë po edhe i merr vëllezër çka shkaqet, i merr shkaqet, i merr sebepet që i ka leju Allahu subhanahu wa taala, jo që janë haram. Pra i mbështetesh Allahut, i merr shkaqet, mirë po këto shkaqe që ti ndërmerr, patjetër vëllezër duhet më kanë të lejuar që i ka leju Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra përpiqesh e jep mundin në halal, mirë po jo në haram. E shkëllë është kjo hakikatu tevekkul, kjo është realiteti i tevekulit mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Edhe si tham vëllezër, kjo është një gjendje, pra mbështetja në Allahun subhanahu wa taala është një gjendje që kur nuk duhet mi u shkput besimtarit. Siç po thotë shehu që e dëgjoi domethënë fillim këtij dersi, thotë sahibu tawakkula fi jami'i umurihim. Do ata i shoqëron apo ata kanë shoqëruar tevekulin mbështetjen në Allahun
në të gjitha çështjet e tyre. Kështu vëllezër janë besimtarët. Besimtari gjithmonë ecë në jetën e kësaj bote i mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Qoftë në çështjet e dunjallahut, qoftë në çështjet fetare. Po besimtari mbështetet Allahu subhanahu wa taala edhe kur vendos me kry ndonjë bindje apo vepër që e afron te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu i mbështetet Allahu subhanahu wa taala edhe kur dëshiron me kry ndonjë punë tjetër kësaj bote, siç është me arrit deri tek një dobi e caktuar, që është në interesin e tij, apo mu mbrojt nga një dom apo me largu një dom diçka që e kanos apo e rrezikon. Gjitha këto i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Pra gjithmonë dhe besimtarët janë lidhur me mbështetjen e Allahut, pse? Se e din se la hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka mundësi me ndryshu për një gjendje tjetër, edhe nuk ka fuqi që njeriu me bë diçka pa urdhrin edhe lejen e Allahu subhanahu wa taala. Fa idha azamta, thot Allahu, fatawakkal ala Allah. Kur të vendosësh diçka, mbështet ju Allahu subhanahu wa taala. Edhe vazhdo pasaj, merr shkaqe. Dëshiron mu fal, i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Dëshiron me agjeru, i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Dëshiron me kërku dije, i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Dëshiron me bë tregti shitblerje, i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Pra në çdo gjendje tane duhet me kanë prezant i pranishëm dhe mbështetja janë Allahu subhanahu wa taala. Çfarë vrem vëllezër këta edhe në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë qartë. Shkonën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendet, transmetohen hadithe se kur ka dalë prej shtëpisë, vazhdimisht sa ka dalë ka thënë çka bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sa ka dalë prej shtëpisë ka thënë këtë dhikr, këtë lutje madhështore. Tri fjali në gjitha ka mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Bismillah, me emrin e Allahut. Çka bë, pra bi, është isti'ana, po kërkon ndihmën e Allahut subhanahu wa taala me emrin e Allahut. Duke kërkuar ndihmën, bereqetin e Allahut subhanahu wa taala, mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Tawakkaltu ala Allah, po dal për shtëpisë pa me emrin e Allahut, tawakkaltu ala Allah, ju kam mbështet Allahut. Edhe kjo është mbështetje, edhe lania çështjeve në dorë të Allahut, edhe e treta po ashtu, la wala hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka mundësi që njeriu, do thotë me ndryshu për një gjendje tjetër apo me kry diçka pa lejen edhe fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Shkon edhe pa si njeriu besimtari çka zhveshet tërësisht nga aftësitë e veta, nga fuqitë e veta, nga mundësitë e veta, edhe i mbështetet tërësisht Allahu subhanahu wa taala. Shkon edhe pra kuptimi la hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka mundësi do të me ndryshu gjendja. Nuk ka mundësi që njeri me pas fuqi, me kry ndonjë punë, veç se nëse Allahu çka të ndihmon edhe t'jep sukses. Edhe kështu dhe pra realizon fjalën e Allahut ku thotë wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje Allah ne kërkojmë ndihmë. Ashtu siç e realizon fjalën la ilaha illallah ku thu iyyaka na'budu. Ose kërkon pra ndihmën e Allahut subhanahu wa taala në çdo gjendje, i mbështetesh Allahut në çdo gjendje. Shta është e legjësuar vëllezër për neve që ne kur e dëgjojmë muezinin, kur thot hayya ala salah, hayya ala al falah, çfarë themi? La hawla wala quwwata illa billah. Kërkon ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. Se mos ta mundsonte Allahu, mos me ta mësues kishe mujt me ardh çka në xhami, smunesh me fal çka as namazit. Mos me të pasjep sukses Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundesh me pas fuqi edhe aftësi me i kry punë që të afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Po kështu dhe pra i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur del prej shtëpisë, në çfarë do lloj gjendje? Pa më parasysh çka është synimi, pse po del ti prej shtëpisë, apo del me shku dikun në xhami apo ndonjë ligjërat, apo me shku me punu, gjithmonë e thukit lutje edhe i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Ose pra tevakkuli nuk është vetëm çështjet fetare, mirë po edhe në çështjet e dunjallahut. Pra, mbështetju Allahut, kërkon ndihmën e Allahut për çdo imësi në jetën tënde. Kërkoje prej Allahut subhanahu wa taala, kërkoje ndihmën e Allahut. Po ashtu edhe në çështjet e fesë, kërkoje ndihmën e Allahut, mbështetju Allahut në realizimin e tauhidit, praktikimin e fesë, mësimin për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Gjitha këto, pra mbështetju Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse nëse Allahu nuk do t'i lehtësonte, s'kishe mujt me e ba asnjënën prej tyre. Mirë po si shtam vëllezër,
Ky është realiteti kur e përmend realiteti të tevekulit, pra është mbështetja e zemrës në Allahun subhanahu wa taala, mbështetje e tërësishme në Allahun subhanahu wa taala, mirë po së bashku me marrjen e shkaqeve. Patjetër duhet me I bë bashkë këto dyja vëllezër. Se Allahu subhanahu wa taala ashtu siç na ka urdhëruar vëllezër që me ju mbështet atij subhanahu wa taala, po ashtu na ka urdhëruar që me marr shkaqet. Pra dyjat janë prej Allahut, dyjat janë pjesë e fesë tonë. Ndërsa personi vëllezër I cili pretendon se ju ka mbështet Allahu subhanahu wa taala, mirë po nuk I ndërmerr shkaqet, I anulon gjitha shkaqet, realisht vëllezër ky njeri nuk është I mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Mirë po quhet mutawakil, është njeri dembel, është njeri I paaft. Pretendon se ju ka mbështet Allahu subhanahu wa taala, mirë po realisht nuk ju ka mbështet Allah. Edhe në anën tjetër, personi I cili I merr shkaqet, nuk duhet çka mu mbështet pastaj në shkaqe vëllezër. Mirë po duhet me I trajtu ato vetëm si sebepe, si shkaqe që me arrit deri te në qëllim. Mirë po duhet mu mbështet ku te ai që është musabbibul asbab, ai që I lehtëson edhe I krijon shkaqet, kush është Allahu subhanahu wa taala. Ti mundesh ton ditën me marr shkaqet, mirë po nëse Allahu s'lejon vëllezër, nuk mundesh kur me arrit ato që e ke synim. Andaj mbështetja, edhe pse ti I ndërmerr shkaqet, punon, mbështetjen mos me harru duhet me pas te Allahu subhanahu wa taala. Sa vëllezër mundemi kështu me I kategorizu njerëzit ka shim mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala në 3 kategori. Kategoria e parë janë ata që mbështeten ashtu siç duhet Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Pra, bëjnë bashkë mes mbështetjes zemrës në Allahun edhe marrjes së shkaqeve. Pra I kanë marrë rrugët e ligjësuar fetarisht për me arrit deri te në qëllimi I caktuar, duke mos e harruar mbështetjen Allahun subhanahu wa taala. E këta janë vëllezër njerëzit më të mirë. Siç e cekëm në ajetet që I dëgjuam në fillim dersit, Allahu subhanahu wa taala ka bërë bashkë në shumë vende mes tyre dy çështjeve. Pra mbështetjes në Allahun edhe marrjes së shkaqeve. Siç e morën fa'budhu wa tawakkal alayh, vetëm Allahun adhuroje dhe vetëm në ato mbështetu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Po ashtu fjala e Shuaibit alayhis salam na tregon vëllezër Allahu në Kur'an ku thotë, I ka thënë popullit vet, in uridu illa al-islaha mastata'tu. Unë s'du diçka tjetër, nuk du shpërblim kurrë për juve. Unë du vetëm me reformu, me përmirësu shoqërinë ku jam, aq sa kam mundësi, wa ma tawfiqi illa billah. Edhe suksesi është aq sa ma jap Allahu, alayhi tawakkaltu. Shikoni? Alayhi tawakkal. Atë vetëm atij ju kam mbështet. Shkon se I ka bë bashkë vëllezër këto dy gjëra. Mbështetjen Allahun edhe marrjen e shkaqeve. Edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç tham, ka hadithe shumëta ku pejgamberi I ka bë bashkë këto dy gjëra, për që na sqarojnë realitetin e mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Pe tyre kemi fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e transmeton Abu Huraira, hadith sahih ku thot ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Angazhohu në ato gjëra që sjellin dobi dhe kërkoje ndihmën e Allahut. Fjali e përbam domon për dy çështje. Ihris ala ma yanfa'uk, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përkushtohu, angazhohu në ato gjëra që sjellin dobi. Kjo është çfarë vëllezër, çka më I marr shkaqet, domon ti më jep mundin ton, mu angazhu. Wasta'in billah. Edhe mbështetju Allahut, kërkoje ndihmën e Allahut. Ai ka bërë bashkë dy atu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi tjetër vëllezër, që është më I qartë se ky, kur një njeri ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe I ka thënë, o I dërguari I Allahut, e ka pyet për devën e vet, ka thënë, a më e lidh me litar e më mbështet Allahut, apo me elan të lirë devën e më mbështet Allahut? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqilha wa tawakkal. Jo, lidhe, pastaj mbështet ju Allahu subhanahu wa taala. Qënë? Lidhe, pastaj mbështet ju Allahu subhanahu wa taala. Pra ka urdhëruar dhe që qa me marr shkakun, që me lidh devën, që mos me ik devja. Mirë po, njëjtën kohë, mos mu mbështet vetëm në atë shkak. Mirë po çka? Mi mbështet pastaj Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi." Sikur ju ti mbështetet drejt Allahu subhanahu wa taala me mbështetje të vërtetë, të mirëfillt, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Do t'ju furnizon te Allahu thot ashtu siç I furnizon zogjt.
taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Thot ata dalin prej foleve tyve në mëngjes, dalin me bark të zbrazët, thot ndërsa kthehen mbrëmje me barkun plot. Shkon ozër, që ka po bashkë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thonë marrjen e shkaqeve edhe mbështetjen Allahun subhanahu wa taala. Shkon si na ka sqaru, zogu në mëngjes kur del nga foleja ati, nuk rrin vëllezër, nuk pret që me ardh rreziku në fole. Mirë po del, fluturon, shkon i lyp ato kokrat në për tokë, e lyp rrezikun e Allahut, ushqimin, ujin. Ton ditën e vren ashtu sillet, në fund mramje kthehet në folen e vet me barkun plot. Po shkon vëllezër pa si po na sqaron këtu pejgamberi sa si duhet me kanë besimtare. Mi mbështet Allahut, mirë po në njëjtën kohë edhe mi marr çka shkaqet. Pa tekstet vëllezër janë shumëta që na sqarojnë se çka është realiteti i mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Kategoria e dytë vëllezër njerëzve janë ata që i braktisin marrjen e shkaqeve, duke pretenduar se ju kanë mbështet Allahu subhanahu wa taala. Realisht vëllezër këta njerëz e mashtrojnë veten. Edhe këta që kanë thënë dietar vëllezër, kjo është naqsun fil aql, kjo është mangësi në mendjen e njeriut. Nuk mundesh me arrit diçka në jetën e kësaj bote duke thënë veç ju kum mbështet Allahut e pa i marr shkaqet. Pse? Se Allahu vëllezër i ka ndërlidh shkaqet me rezultatet. Don me arrit një rezultat saktum duhet me i marr shkaqet. Ndryshe në jetën e kësaj bote është e pamundshme. S'mundesh. Ashtu veç në xhenet ki, këtu nuk ka, domthonjë në jetën e kësaj bote pa u mundu, pa u lodh, nuk mundesh me arrit diçka. Kështu Allahu e ka kriju vëllezër, e ka kurdis jetën e kësaj bote. Nuk mundesh ndryshe. Andaj personi i cili pretendon se mundet me arrit diçka, vetëm se për mbështet në Allahut, pa i marr shkaqet vëllezër. Kjo është naqsun fil aql, kjo është mangësi në mendjen e tij. Pse? Është mangësi në mendje, edhe në anën tjetër vëllezër e sqaron këta edhe e ke kundërshtuar Allahun, fjalët e Allahut, urdhrat e Allahut, edhe e ke kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na morëm vëllezër pejgamberi sa ka dalë për shtëpis, e ka thënë atë lutje. Po ju ka mbështet Allahu subhanahu wa taala, mirë po çka? Edhe pastaj i ka marrë shkaqet. I ka marrë shkaqet. Pra nuk është prej fesë vëllezër që njeriu vetëm më mbështet në Allahun me pretendu se ai realisht nuk është i mbështetur ashtu si gjut në Allahun, e pastaj më najt në shtëpi, domethënë mos me punu, as mos me bë kurrë. Shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë innamal ilmu bit ta'allum. Dia arrihet duke mësu. Dia arrihet duke mësu. Personi i cili dëshiron vëllezër dije, në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Kush do të merr rrugë për me mësu dije, Allahu ja leson rrugën drejt xhenetit. Do thotë, duhet me marr diçka, duhet me mu angazhu, me punu që me arrit deri tek dija. Pra rruga që apo do me arrit dije, po duhet me mësu. Duhet me mësu. Dorsa nëse njeri rrin shtëpi, edhe rrin gjana të kota, e kalon kohën kot, në gjumë, në komoditet, në rahati, thot une, nëse Allah më ka caktuar në komu ba dietar, komu ba alamet dietarit, më komu ba për ulemave më të mëdhenj, për muftive të botës. Mirë po, ka më nejt çështën në shtëpi. Kjo vëllezër është e pamundshme. Se si tham, kjo është defekt mendjen e njerit edhe bjen ndesh me ligjet që Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur në jetën e kësaj bote. Thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sarë që ka falë sabahun, mas selamit që ka thonë, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. O Allah, të kërkoj dije dobishme, rizq halal, edhe punë vepër të pranuar. Kjo është vëllezër një dhikr madhështor, që është mirë me e thanë, secili prej nesh, që më ja kujtu vetit vëllezër prioritetet që ai kiti brenda ditës, si musliman. Pra ki si prioritet me përfitu sa ma shumë dije, që ta rreth fesë Allahut, rizkun që fiton me pas halal, që ushqen veten me ta dhe familjen tane, edhe puna që e kryen me kanë, ashtu që është i kënaqur Allahu me ta dhe ta pranon. Mirë po të shikon edhe pejgamberi sa jo vetë që e ka thënë këtë fjalë, pastaj çka? Me nejnë shpejo, e ka thënë këtë lutje, edhe pastaj mas sabah vëllezër nuk ka flajt, ka dal, ka punu, ka esë nëpër tokë, ka thirr njerëz drejt fesë Allahu subhanahu wa taala. Lëse njeri e thot këtë dhikër, këtë lutje dhe rrin shtëpi, posa ta fal sabahun, e shtren jastakun, i organin edhe shtrihet me flajt. Edhe thot, hajtë se mu më vjen dia, më vjen rizku, kjo është e pamundshme vëllezër.
Shqam se Allahu I ka ndërlidhë çështjet me shkaqet e tyne. Njani prej poetëve na ka thënë vërtet një fjalë madhështore, thot laula al-mashaqqatu lasada an-nasu kulluhum. Sikur mos ishte vështirësia, krejt njerëzit kishin mu bë udhëheqësa. Mirpo, kush bëhet vëllezër prijatar, kush bëhet imam, kush bëhet që udhëheq njerëzit, ai që ka dhënë mund. Kështu është ligji I Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka sqaruar pse zbrapse njerëzit, ka thënë el-judu yufqiru. Bujaria, dordhania thot lan çka të kur pak kuletën që ata njerëzit nuk japin, tërhiqen, thot wal iqdamu qattalu, ndërsa me shku përpara me kjo mundet me hedh njerin rreziqe ndryshme, andaj çka tutet edhe tërhiqet. Por ta zgjidhë të pak janë ata që dallohen mesin e njerëzve. Po ashtu një poet tjetër ka thënë temennejte an tumsi faqihan munadhiran bighayri ana'in, a mos po pretendon, mos po shpreson se ki mu bë faqih dietar I madh që debaton edhe polemizon e mbron fen e Allahut pa u lodh, thot wal jununu fununu, thot çmenduria është art në vete, po ças një njeri. Thot walaysa iktisabul mali duna mashaqqatin talaqaitaha fal ilmu kayfa yakunu. Thot ti pasurinë jetën e kësaj bote nuk mundesh me arrit pa u lodh. Thot fal ilmu kayfa yakun, e dijen çish po mundesh po mendon se ke me arrit pa u lodh. Andaj vetë pra patjetër duhet krahas mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala njeri me u mundu me u lodh, edhe me bë durim, edhe me këmbgul që me arrit vëllezër çka rezultate. Andaj themi vëllezër rrugë e gabuar atij personi I cili pretendon se po I mbështetet Allahu subhanahu wa taala, mirë po çka nuk po I merr shkaqet. Sa janë disa ngjarje interesante që përmenden në librat islame. Përmendet një grup që ka ardhur prej Yemenit, kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kanë ardhur pa kur far furnizimi, domethënë ashtu vetëm me rroba në trup. Edhe kur I kanë pyet ka thënë nahnu mutawakkiluna ala Allah. Ne jemi ata që ju kemi mbështet Allahut. Allahu ka zbrit ajetin wa tazawwadu. Furnizohuni, bën çka? Fa inna khayra zadi taqwa. Mirë, po dinë se furnizimi më I mirë është devotshmëria, mirë shkon se Allah po thotë wa tazawwadu. Patjetër njeri duhet të angazhohet jetën e kësaj bote, me arrit deri tek furnizimi, deri tek rreziku. Po ashtu për cilës se kur Omeri radhiyallahu anhu I ka pa disa njerëz duke nejt ashtu, pa u angazhu, I ka godit ka pak me atë kamxhikun që ka pas, edhe ka thënë çunu punoni, ka thënë se qielli nuk pik ari argjend. Po ashtu kur I ka pa Omeri radhiyallahu anhu disa njerëz që ashtu duke nejt shu badihava pa punu, pa u angazhu, ka thënë pse ju kështu? Ka thënë ne ju kemi mbështet Allahut. Ka thënë jo, bel antumul mutawakkilun. Jo vetëm po pretendoni se kinse ju keni mbështet Allahut, mirë po realisht jeni duke gënjy. Ka thënë al mutawakkilu haqqan, ai që mbështetet vërtet Allahut, alladhi yulqi habbahu fil ardi wa yatawakkalu ala Allah. Është ai I cili e hedh farën në tokë, punon domethënë. Pastaj I mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Do dëshiron me arrit deri tek ushqimi, deri tek bima, frutat, duhet duhet me mundu tokën, duhet me mbjell faren, duhet me uji, duhet me kujdes, pastaj I mbështetesh Allahut edhe I pret rezultatin. Mërsa njeri vëllezër ndryshën nëse vepron, atëherë kemi ka një zhgënjym edhe I privon prej të mirave të Allahut subhanahu wa taala. Edhe grupi I tretë vëllezër të kundërtën e kësaj. Që realisht është vëllezër një disa dietare quajnë si shirk I fsheht apo shirk I vogël, Allahu na ruaj, kur njeriu I mbështetet Allahut subhanahu wa taala në origjinin, I merr shkaqet mirë po me zemrën e vet vëllezër çka I kthehet shkaqeve, Allahu na ruaj. Anon ka shkaqet materiale të jetës së bote. Ana duhet me ditë vëllezër se shkaqet janë shkaqe, sebepet janë sebepe, janë krijimi I Allahut subhanahu wa taala. Nuk duhet më mbështet në to, po je I urdhëruar me I marr shkaqet mirë, po zemrën duhet me pas kthyme ka Allahu subhanahu wa taala. Ka ai që është musabbibul asbab, ai I cili I shkakton shkaqet dhe I krijon shkaqet dhe jep efekt në ato shkaqe. Ai është Zoti I botëve vëllezër. Pra krijuesi jon Allahu subhanahu wa taala. Që kur thot diçka, kur dëshiron diçka, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, vetëm I thot bëhu dhe ajo bëhet. Andaj duhet me pas vëllezër kujdes.
Du të me pas kujdes, kontrolloje zemrën tane, pastroje zemrën tane, shiko zemrën tane se mos po kthehesh ka këto shkaqe, mos po i mbështetesh ma shumë se sa që po i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Ose pra dëshiron me pas mbështetjen e plot në Allahun subhanahu wa taala, atëherë mos e lidh zemrën për shkaqe, mos u mbështet në shkaqe. I ndërmerr shkaqet, mirë po zemrën e ki të lidhun për Allahun subhanahu wa taala. Nëse Allahu na ruaj, kthehesh ka shkaqet, zemra anon ka shkaqet e haron Allahun, atëherë dije se mbështetja në Allahun ka më të zbeh, ka më të dobësu, pa aq sa je kthy drejt këtyre shkaqeve. Edhe ke harru Allahun subhanahu wa taala. I kthehesh shkaqeve, atëherë dije se ka më të mangësu mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, pse vëllezër se me këta ti një farë mënyre ke akuzu kushu i kthehesh shkaqeve, i mbështetesh shkaqeve, me këta vëllezër një farë mënyre sikur në mënyrë indirekte, po e akuzon ata që quhet kifayetullah, se Allahu të mjafton ty, edhe kujdeset për ty. Do thotë sikur ti tash e ke basi bosht apo referencë ku ti kthehesh vetëm shkakun, e ke harru Allahun subhanahu wa taala. Edhe në anën tjetër, personi i cili, siç thamë do të mbështetet Allahut, edhe i anulon tërësisht shkaqet, ky njeri, thonë dietarët, e ka akuzu urtësinë e Allahut subhanahu wa taala, siç thamë. Sepse Allahu për urtësisë e tij vëllazër ka caktuar që shkaqet i kanë ndërlidh rezultatet me shkaqet e tyre. Pastaj këtë vëllazër autori rahimahullah dhe me këta po përmbyllim, na sqaron këto që i tham deri më tani, thot yakmulu al-abdu fi hadhain al-amrayn. Thot njeriu besimtari thot plotsohet, bëhet domethënë besimtar perfekt nëse i plotson këto dy gjëra. At-tawakkulu ala Allah wal-ijtihadu fi ta'ati Allah. I mbështetesh Allahut edhe në njëjtën kohë përpiqesh në bindjen me kanë i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot wa yatakhallafu 'ani al-'abdi al-kamalu bi faqdi wahidin minhuma. Edhe nga robi domethënë nuk mundet me arrit përsosmërinë nëse nuk i ka bashkë këto dyja vëllezër. Thot nëse të ka ikë mbështetja në Allahun apo marrja shkaqeve, atëherë dije se mund tu ka mangësu përsosmëria nëse nuk i ke bë bashkë këto dy çështje. Thot sepse realiteti vëllezër, siç e sqaron, tash po na sqaron prapë këtë shejhu rahimahullah, thot se realiteti i mbështetjes në Allahun është kur i bën bashkë mbështetjen në Allahun, mirë besimin në Allahun. Shikoni, athiqatu billah, i beson ki mirë besim në Allahun. I lën çështën dorë të Allahut subhanahu wa taala, andaj thot i mbështetet Zotit vet me zemrën e tij për të arritur gjërat që i sjellin dobi në fenë e vet edhe në dunjan e vet. Edhe të njëjtën kohë thot zhveshet tërësisht nga aftësitë e veta, fuqitë e veta, talentet e veta, mundësitë e veta. Thot wa yathiqu billahi fi husuli ma yanfa'uhu. Edhe ka besim të paluhatshëm, i mirëbeson Allahu subhanahu wa taala që ka me arrit ata që i sjell dobi, wa daf'i ma yadurruhu. Edhe ka me zbraps për ti Allahu subhanahu wa taala gjërat që e dëmtojnë. Mirë po si thënë, thot edhe përpiqet në marrjen e shkaqeve që ja mundsojnë me arrit deri tek synimet e tij. E ky vëllazër është realiteti i tevekulit. Pastaj edhe shehu këtu rahimahullah na sqaron vëllazër një pikë shumë të rëndësishme se si njeri duhet më mbështet në Allahun për me arrit diçka një punë të mirë, edhe më mbështet në Allahun subhanahu wa taala për më largu nga haramet. Se dyjat, si thamë në fillim derse, çdo gjë ka nevojë njeri për mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Thot wa tafsilu dhalik, thot shëllimi kësaj se kur njeri thot vendos diçka, kur besimtari vendoset me kry një adhurim, thot duhet me e jep mundin e vet në përsosmërinë e atij adhurimi edhe plotësimin e tij. Thot wala yabqa min majhudihi maqduran. Krejt çka është mundsinë tane ti duhet me e jep. Dëshiron mu fal, dëshiron me marr abdes, me shku në xhami, krejt duhet vëzërto me kry aq, domos kuptohet sa ki mundësi mirë, po nuk duhet me lan mangu kur gjë. I kryen kushtet e namazit, shtyllat e namazit, obligimet e abdesit, obligimet e namazit. Krejt çka është mundsinë tane ti duhet me jep. Edhe të njëjtën kohë thot wa tabarra min an-nadhari ila nafsihi wa quwwatiha. Tërhiqesh domosdoshmë nuk e shikon tash ti se këto është si rezultati aftësive tua, mundësive tua,
fuqisë tane, forcës tane, jo. Ma nuk e hedh shikimin ka vetja jote. Ka që ajo puna e mirë që ti tash e ke kry. Pse se e dim vëllezër tek e fundit, mos të kishe dhënë Allahu sukses, ti s'kishe mujt me i bë këto. Edhe e din që këto janë çka vetëm shkaqe. Andaj mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot shehu bel laja ila rabbih. Kthehesh me kërkon strehet e Zotit vet. Edhe i mbështetesh atij thot që me i kry këto adhurime në formën më të mirë, më të plot të mundshme. Thot wa ahsana adh-dhann. Shkon edhe tjetra që është po aq e rëndësishme, e kryen adhurimin edhe ki mendim të mirë në Allahun subhanahu wa taala, thot ki mirë besim në Allahun subhanahu wa taala se ki me arrit te Allahu ata për cilën ti ju ke mbështet Allahu subhanahu wa taala. E çka thotë shehu vëllazër, po thotë është rruga kur ti rruga apo mënyra saktë se si ti do të më mbështet Allahut kur i kryen veprat e mira. E tash thot wa idha azama ala tarki ma'siya, nëse ke vendos me braktis një gjuna, edhe këtu vëllezër, siç kemi thënë derset e vëruam, ka nevojë për sabër, edhe ki nevojë me mbështet Allahu subhanahu wa taala. Qysh do të thonë me braktis një gjuna, duke i mbështet Allahu subhanahu wa taala, thot qad da'athu nafsuhu ilayha, ndërkohë që nefsi thirr që ti me kry atë gjuna. Tash çfarë më bë thot, e jep mundin, sigurisht atje të kryej adhurimeve që dhamë. Nuk lën kur gjë mango, edhe këtu dëshiron mu largu prej haramit, edhe këtu duhet me dhanë mund vëllezër. Krejt çka është mundsinë tane. Thot fil asbabil mujibati li tarkiha. E jep krejt mundin, i merr krejt shkaqet që ti e bën që patjetër me braktisat gjuna. E këtu thot minet tafakkuri biha. Para vëllezër çka mos me menu për atë gjuna, mos me i majt met aty, mos me nxit veten. Thot wasar fil jawarihi anha, edhe me i largu gjymtyr sa më larg atij gjunah. Që do thotë se çdo shkak i cili të ka afruar ai gjunah, ti tash duhet mu largu prej tij. E pastaj thot i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala, kërkon strehtë Allahu subhanahu wa taala, kërkon mbrojtjen e Allahut që Allahu me të ruajt prej atij gjunahu, edhe mos me të lanë me rana gjunah. Thot edhe tjetra ki mendim pasaj të mirë në Allahun subhanahu wa taala, se ka me të ruajt prej atij gjunahu. Ki me arrit ata për cilin të tash po kërkon mbrojtjen edhe mbështetjen e Allahut. Tash po na përmbledh krejt këta vëllezër, shehu thot fa innahu idha fa'ala dhalika fi jami'i ma ya'ti wa yadhar. Nëse kështu është besimtari, në këtë gjendje, në gjitha punët e tij, thot rujiya lahu al-falahu insha Allah. Shpresohet për ta suksesi insha Allah. Çështja tjetër vëllezër, cilat janë edhe këta po përmbyllim frutet apo to rezultatet e mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Thana Shanav ibn Qayyim rahimahullah, përmend fjalën Allahu subhanahu wa taala ku thot: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush do të i friksohet Allahut, i kryen obligimet për a largohet prej harameve, Allahu i gjen rrugdalje nga çdo vështirësi, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, edhe furnizon prej nga ai nuk e pret fare. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Shkon edhe apo thot Allahu, kush do të i mbështetet Allahut, ashtu siç e morëm do me mbështetjen e saktë, siç e dëgjum nga këtij dersi, fa huwa hasbuhu, Allahu të mjafton. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot shikoje këtë shpërblim që e arrin ai njeri i cili mbështetet ashtu siç duhet Allahu subhanahu wa taala, që shpërblim till Allahu nuk ja ka dhënë kërkuina tjetër përveç atij që i mbështetet Allahu subhanahu wa taala. E kjo thot Ibn Qayyim rahimahullah na me kuptues se mbështetja në Allahun është rruga më e qëndrueshme që të çon drejt Allahu subhanahu wa taala, edhe është më e dashura te ai subhanahu wa taala. E po ashtu përmes mbështetjes në Allahut kemi cekëllat në dersën e kaluam, te ajo që është menziletur ridha, me kanë i kënaqur me Allahun si Zot. Kur ti mbështetesh Allahut, patjetër ki me arritë që ajo pozita që është menziletur ridha, pra me qenë i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Pra je i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe për fruteve, për rezultateve, na përmend Ibn Taymi rahimahullah, këtë fjalë ti na transmeton nxënësi i tij Ibn Qayyim, se ka thënë Ibn Taymi, thot në ngjarjen tregimin e Jusufit alayhis salam që Allahu e përmend Kur'an, thot ka tregohet pra ka mësim qartë se kur besimtari i mbështetet Allahu subhanahu wa taala ashtu siç duhet, thot idha kadahu al-khalqu fa inna Allaha yakidu la. Edhe nëse krejt njerëzia i bajnë kurthe, siç kanë vepruar me Jusufin alayhis salam,
thot Allahu ka më ngrit kurthën në favor tina, ko mi gjetë domethënë çka rrugdalje, wa yantasiru lahu, edhe ndihmon Allahu edhe jep fitore bi ghairi hawlin minhu wala quwa. Pa ndonjë mund domethënë, pa pas ky mundësi me ndryshu atë gjendje. Po çdo gjë domethënë buron nga Allahu subhanahu wa taala, nga suksesi i tij, nga ndihma e tij edhe nga përkrahja e tij. Dhe na po ndalemi këtu duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na sjellë dobi me atë që dëgjojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e khairit, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.